Unë jam si ju, është ajo që do dëgjoni shpesh këtë fushat, por para se të ndani me ndjen kujt do t'ja jepni votën, duhet të dëgjoni patjetër këtë fabul të shkruar nga George Fuller për një pyll të dendur shekullor ku hiezonin rënd dru të ndryshëm nga dushku te kahu. Në një ditë krejt e zakont, aty pari u shfaq një objekt i dyshim t'i përbër nga druri dhe metali. Duke ndjerë mikpritjen e munguar, druri ju drejtua të gjithëve me fjalët. Mirë se ju gjej vëllezër. Unë jam një prej jush, dhe ky është miku im, metali, që së bashku bëjmë së patën. Unë dikur isha si ju, derisa metali erdhi e më formësoi në këtë pamje të re, sa në mod aq edhe të dëshirueshme. Të njëjtin fat, patën edhe pjesët e tjera të trupit tim që kush e di ku ndodhen, të lumtur. Drut, duke komentuar pamjen e saj, filluan të talleshin me të, por së pata, e cila ishte e mençur dhe e qetë, nuk u shqetësua. E dinte se ishte e dobishme dhe kishte një qëllim. Ajo tha: "Nuk jam këtu për të luftuar me ju, por për të bërë punën time. Unë mund t'ju krahasis dhe kështu plotsoj atë për të cilën ju e keni të pamundur." Drurët vazhduan të qeshnin, por e lejuan të qëndronte e çdo ditë nga pak, së pata priste pemët derisa e rrafshoi pyllin. Për ta lidhur me realitetin ton, fushatës shumë gjyshe të zgjedhjeve të 11 majit ju shtua këtë ditë edhe thirrja Orame, si një komedi e padëmshme e Lulzim Bashës dhe regji e montazhi i Edi Ramës. Nuk është nevoja t'ju them kush është bishti i së patës.